Presidenti Donald Trump mirëpriti në shtëpinë e bardhë të premten drejtues të sektorit të kriptomonedhave për të diskutuar të ardhmen e investimeve digjitale. E di se disa prej jush kishin punuar shumë përpara se njerëzit të kuptonin se çfarë ka ndodhur, kështu që unë ju përgëzoj. Kjo është një ditë e madhe, tha presidenti Trump. Takimi sinjalizoi një ndryshim dramatik të politikës amerikane për sektorin e kriptomonedhave, përfaqësuesit kryesor të cilit janë ankuar për kufizimet e vendosura nga administrata Biden. Presidenti Trump bëri disa premtime për kriptomonedhat gjatë fushatës elektorale vitin e kaluar, dhe sektori i kriptomonedhave kontribuoi me miliona dollarë për zgjedhjen dhe inaugurimin e tij. Komisioni Federal që mbikëqyr këtë sektor ka anuluar tashmë proceset ligjore të ngritura ndaj disa prej kompanive të kriptomonedhave. Administrata ime po punon edhe për t'i dhënë fund luftës së burokratëve ndaj kriptomonedhave që po zhvillohej pa frena gjatë presidencës Biden, tha presidenti Donald Trump. Presidenti Trump nënshkroi edhe një urdhër ekzekutiv për të krijuar një rezervë strategjike të monedhës Bitcoin. Gjatë proceseve penale apo civile, qeveria amerikane konfiskon Bitcoin, kriptomonedha më e tregtuar në nivel global. Tashmë qeveria do t'i mbajë monedhat Bitcoin dhe nuk do t'i shes, siç është vepruar deri më tani, tha presidenti Trump. Nuk do të përdoren paratë e taksapaguesve, tha ai. Shumica amerikanëve janë të shqetësuar për qëndrueshmërinë dhe sigurinë e kriptomonedhave, sipas një studimi të bërë në tetor nga Qendra Kërkimore Pew. Kritikët thonë se kriptomonedhat janë me rrezik për konsumatorët dhe sistemet financiare. Krijimi i një rezerve Bitcoin nga administrata e presidentit Trump mund të ndihmojë disa investitorë të fitojnë besimin tek investimet digjitale. Është një hap drejt legjitimimit të kriptomonedhave. Nëse qeveria krijon rezerva, do të thotë që kjo është një shenjë se janë legjitime për t'u blerë, thot eksperti Kupjek. Shtetet e Bashkuara duhet të marrin rol udhëheqës në tregun e kriptomonedhave, thon disa vëzhgues. Është krijuar praktikisht një sistem i dytë paralel financiar me sistemin aktual. Është në interesin e shtetasve amerikanë që Shtetet e Bashkuara të futen në këtë fushë për të mos humbur fuqinë financiare, thot profesori Groth. Hapi i parë për rezervën Bitcoin do të jetë që të vlerësohet se sa Bitcoin gjendet aktualisht në duart e qeverisë amerikane. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë vlerësojnë se qeveria ka rreth 200.000 Bitcoin, me vlerë rreth $17 miliardë.